duhet kemi të qartë që thelbi në vetvete i IHD-ve është patjetër efekti multiplikator. Pra, kur një kapitali huaj vjen në ekonomi, investohet, zhvillohet, ai gradualisht ka efektin e koeficientit të multiplikimit. Pra, mund të shkoj disa herë 5 fish në vitet në vijim sepse fillon dhe zjerohet. Ky është një sektor që këtë efekt të shumë fishues nuk e ka. Pra, blihet një aset imobiliar dhe normalisht aty është vlera asaj mbetet aty. Patjetër që në një të ardhme ajo mund të krijojë një efekt si thua në aspektin tatimor, sepse mund të rishitet, diferenca e çmimeve mund të hyjë në buxhet, por prapë këto janë nuk kanë në një peshë siç mund të ketë një investim,